Edhe futbollistët e përfaqësuesës së Maqedonisë janë të pikulluar nga tragjedia që ndodhi në Koçan. Ata thonë se do ta kenë të vështirë për të gjetur motivim për të luajtur, por thonë se do të luajnë për nder të viktimave dhe të lënduarve në këtë tragjedi. Ata kanë ardhur këtu në Liechtenstein, në Vaduz, për të përballur me përfaqësuesën e këtij shteti në kuadër të kualifikimeve për botrorin 2026. Ngushëllimet e mia për familjarët cilët e kanë humbur jetën, me të vërtet jam i prekt nga ana emocionale që ndodhi atje, ka pas shumë të humbur, edhe besoj që në këtë shtet cilën jetojmë duhet më shumë t'japim dashuri, t'jemi të afërt me njëri tjetrin, të përkrahojmë njëri tjetrin edhe tentojmë t'i ndihmojmë njëri tjetrin sa më shumë. Сигурно ми е много тежко да зборам за това. Още веднъж да изразим и сочувството сите починати. Секако дека би било и како добро да ги стартуваме овие квалификации со победа и со продолжување на таа серија што веќе е 7 надпревар поред, но може да се надеваме на тако нешто само ако бидеме на нашиот максимум. Ndryshe, me këtë ndeshje, Maqedonia nis ciklin e kualifikimeve për botrorin e ardhshëm. Përfaqësuesja Verdë Kuqe gjendet në grupin J bashkë me Belgjikën, Kazakistanin, Liechtensteinin dhe Walesin. Ndeshja Liechtenstein-Maqedoni e Veriut do të zhvillohet të shtunën në ora 15 në stadiumin Rhein Park të Vaduzit. Është paralajmëruar se futbollistët do të dalin në fushë me fanella të zeza në shenjë respekti për viktimat. Nga Vaduz, Liechtenstein për Televizionin 21, Artan Nuhio.